Nuk ju pushon në lemza, zgjedhja pas ka qenë shumë e thjeshtë. Lemza nuk është normale. Kjo ndodh pothuajse te të gjithë, megjithatë është shumë e bezdishme sa herë që ju kap. Dhe nëse lemza nuk ulet shpejt, ato mund të bëhen të pakëndshme madje edhe të sikletshme. Ndonjëherë, sa më i vendosur të jesh për ta hequr qafë, aq më shumë insiston ajo që të krijojë edhe probleme. Disa kushte mjekësore si refluksi mund të jenë shkaktar, ndërsa lemza mund të jetë efekt anësor i medikamenteve. Një nga medikamentet më të njohura janë ato për trajtimin e ankthit. Shumica e kohës lemzash duket pas pak minutash, citon doktor Bozer. Në mënyrë tipike, për të evituar shkaqet e lemzës duhet të rregulloni edhe shëndetin tuaj. Nëse ju kap lemza, merrni frymë thellë ngadalë. Pini ujë. Uji ju ndihmon shumë në këtë rast. Bëni gargara, largoni dikë ose diçka që ju trem, kafshoni një limon, mbajini frymën për 5 deri në 10 sekonda dhe tërhiqni gjuhën. Këto janë metoda të cilat ju ndihmojnë në largimin e saj në mënyrë të shpejtë.